nuk besoj që shkohet me qëllim, me shkatru demokracinë. Njëjtën kohë janë do situata interesant. Për shembull, vjen Antonio Costa në Kosovë, vjen Kaja Kallas, flasin me njerëz që janë në detyrë ose janë në dorëheqje për një proces i cili pak a shumë është i bllokuar, mënyra të ndryshme të komentimit të një deklarate të sotme të zonjës Kallas. Ajo thot, ju njoftoj që kanë fillu mu tërheq masat ose kanë fillu procedurat për tërheqjen e masave ndëshkuese që kryeministri i qunë sanksione. Thot, po shpejtësia me cilën lëvizin këto procedura varen nga tensionimi në veri e situatat që i ka shkaktu sfundmi qeveria janë kontribut në tension, edhe jo në shtensionim. Ka mehanizmi lezu? Të ndrejtën papërgjithësia dhe mësjelja jo e një boshteta se gjatë 4 viteve nga ka sjellë në situatën e tillë. Tani dhe marrëveshja që është nënshkruar në orë, nëse mbani mend që është bukur negative për Kosovën, është bërë një farforme me aminin e BE-s, pjesës drejtës pozitive të BE-s. Ne s'mund të ecim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian pas batimin e marrëveshjeve që janë të dëmshme për Kosovën. Do marrëveshjen e orit. Sot e tha Kaja Kallas, në të njëjtën preskonferencë që ka zgjat një 6 minuta e gjys, ta marrëveshja Ohrit mbetet në fuqi. Këto pa e them, do me thonë kjoja ka sjellë Kosovës durat një marrëveshje të dëmshme shumë për vendin, një draft statut të përgatitur nga plani franko-gjerman që ishte dokumenti franko-gjerman po ashtu shumë i dëmshëm për Kosovën, dhe ai tash është, them, kriter ose them barometer nëse Kosovës duhet të hiqen sanksionet apo jo. 696 ditë jemi sot, edhe 4 ditë bën 700 ditë që kur BE ka vendosur masa sanksionuese Kosovë. Kthehemi në kontekst financiar, dikun 450 milion euro dëme shumë institucioneve publike në Kosovë, sepse shumë projekte kanë pas të realizohen. Përpos kësaj, rrethana tash ndërkombëtare lart kanë ndryshuar skajshmërisht, për shkak normalisht ndrojnë edhe objektiva, ndrojnë edhe kriza, ndrojnë edhe krejt ato. Ndrojnë njerëzit. Ndrojnë edhe njerëzit, sakt. Ne sot e kemi një situatë të rënduar edhe në raport me ndihmën financiare që kemi marrë vazhdimisht prej aleatit tonë strategjik shërbave. Mbi $150 milion janë heq si rezultat i reformave që Presidenti Trump i ka bërë me programin e USAID-s. Do me thonë e ka ndalë ato dhe dikun 150 milion Kosova i ka humbë. Po ashtu ka njoftu që do të ashuj programin e MCC-s. $220 milion Kosova ka pas ka qenë pjesë ati projekti, jo blerjen e baterive e kështu me radhë. Po ashtu Kosova nuk është përjashtu, po është pezullu, nuk jemi pjesë e programit për planin e rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku Maqedonia vetëm Maqedonia dhe Shqipëria i kanë marrë dikun rreth 800 milion euro dhe Kosova nuk është përjashtu, po është pezullu. Ka thonë pa heqjen e masave dhe pa progresin në dialog, as nuk është planin e rritjes që BE i ka do. Ma tepër ajo s'mundet mu marrë as para financimi pa u ratifiku marrëveshja në kuvend. Sakt. E kuvend s'ka. Sakt. Tashti kur i shef këtu, mbi 1 miliard euro dëme financiare të kësaj Kosovë të vogël, të varfën, që çdo ditë rritën çmimet, jeta rëndohet dhe njerëz vendosin me ikë ose me jetu siç po provojmë me jetu disi këtu. Dhe ky person, ose ky deputet dhe kryeministri në detyrë, më spaku e çan hallin për këtë. Prandaj e them, kontekstin që jemi sot, është imediate një qeveri që ndron katërsipërisht orientimin tonë. Ne duhet djejsh dasht, po s'ka ndodhur, një qeveri që e hek me 24 ore masat e vendosur nga BE. Jo me thonë BE kena nis, po nisemi. Jo, ato janë masa arbitrare për shtetin e Kosovës, që ka ardhur rezultate e sjelljes papërgjithshme të një kryeministri dhe ne duhet me hy me njëherë në proces të planit të zgjerimit ku kemi qenë. Ne kemi marrë marrëveshje stabilizim asociimit viti 2016-2015, ku